Partitë e reja e bën llogarit gabim dhe menduan që mund të ishin të fuqishme vetë për të pasur vetë zërin e tyre. Për mua ishte më shumë një farë arrogancë dhe mosnjohja e realitetit, që në fakt na kushtoi shumë, se kemi një mazhorancë të çmendur tani me 82 mandate në mandatin e 4. Përgjithsisht njerëzit i përshbashkojnë ose aspirata ose armiku. Që do të thotë në aspektin armikut ne kemi Ramën dhe fatkeqësisht palët nuk i ka përbashkuar armiku. Nëse është koha që të eksplorojnë për variantin tjetër të përbashkimit që është aspirata, pra që ti bashkoj, dhe kur themi aspirata bëhet fjalë ideja, domethënë, a duhet të eksplorohen mbi ide të reja që i çojnë i sjellin përpara këta, apo thjesht duhet bëjmë këtë të synojmë këtë të armikut? Unë mendoj që edhe aspirata, edhe armiku i bashkonte edhe para zgjedhjeve. Pra, edhe armiku që ishte një qeveri që kishte 3 mandate, a kishte një ide në plotësisht e korruptuar dhe nga ana tjetër që ne të vendosnim kushtin bazë të demokracisë, pra që s'mund të fitojë gjithmonë një parti, ka dhe parti të tjera që marrin shumicën, që është kushti bazë i përbashkonte.